Në shtëpinë e Big Brother Kosova, debatet nuk ndalen vetëm te konfliktet emocionale, por shpesh kalojnë edhe në akuza të drejtpërdrejta për lojë dhe strategji. Një nga përballjet më të forta ishte ajo mes Ludos dhe Klodit, ku dyshimet për sinqeritetin dhe qëllimet e vërteta dolen hapur, pa asnjë filtr. Ludo ju drejtua Klodit prerë, duke e akuzuar se po bën lojë të pastër brenda shtëpisë. Sipas tij, mënyra se si Klodi sillet dhe pozicionohet në raport me banorët e tjerë nuk është spontane, por e menduar për përfitim në lojë. Kjo akuzë nuk u la pa përgjigje, pasi Klodi reagoi menjëherë dhe me tone të forta. Klodi u mbrojt duke thënë qartë: "Unë nuk kam ardhur këtu me bëloj çiftësh në këtë shtëpi." Ai theksoi se nëse do të kishte ardhur me qëllim loje, do të kishte vepruar ndryshe. "Po me qenë lojë, nuk kisha thënë që kam një tjetër jashtë. Rria, luaja me njërin, luaja me tjetrën", u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se transparenca e tij është prova më e fortë që nuk po manipulon ndjenja apo situata, por Ludo nuk u bind nga kjo mbrojtje. Ai ja ktheu ashpër duke i thënë se, pavarësisht justifikimeve, mënyra e sjelljes së Klodit lë vend për dyshime. "Ti i ke luj, siç ke me të", i tha Ludo, duke e akuzuar se po mundohet të duket korrekt, ndërkohë që në prapaskenë po ndërton një strategji personale. Ky debat nxori në pa një temë shumë të ndjeshme në Big Brother Kosova. Ku mbaron sinqeriteti dhe ku fillon loja? Klodi u përpoq të paraqitet si një banor i drejtë, që nuk luan me ndjenjat dhe nuk përdor lidhjet për përfitim, ndërsa Ludo e sheh këtë si një maskë të mirë për një lojë të fshehtë. Situata krijoi ndarje edhe mes banorëve të tjerë. Disa e mbështetën Klodin, duke thënë se fakti që ai ka qenë i hapur për jetën jashtë shtëpisë tregon ndershmëri. Të tjerë u rreshtuan me Ludon, duke besuar se në Big Brother asgjë nuk është rastësore dhe çdo veprim ka një prapavijë strategjike. Edhe publiku reagoi fort ndaj këtij momenti, duke e kthyer debatin në temë kryesore në